Ti paguash për atë që di, por do bësh karrierë për atë që je. Shpesh kur dikush bën një punë shumë të mirë, çfarë i themi ne? Pjesa më e madhe i themi, bravo, ke bërë një punë shumë të mirë, fantastike, vazhdo kështu. Në fakt në kompanitë më të mira kjo gjë nuk ndodh, sepse supozohet që ti paguash për të bërë një punë shumë të mirë. E shkëpusin emocionin, pjesën e motivimit nga detyrat funksionale që kanë. Pra ti paguash për të qenë më i miri dhe paguash për të bërë edhe më tepër se ç'kërkohet. Madje ka disa kompani, një prej punojësve të Elon Musk tregonte që nëse një punojës nuk di të shpjegojë se çfarë ka bërë 15 minutat e fundit apo çfarë rezultatesh, mini rezultatesh ka patur, ai largohet nga puna. Në kompani të tilla ti shikon të gjithë njerëzit që vrapojnë çdo sekond për të arritur rezultatet dhe nuk ka kohë për motivimin. As një sportist i mirë, as Michael Jordan, as futbollistët më të mirë, Messi apo Ronaldo, nuk kanë patur nevojë për motivime për të qenë më të mirët. Ndaj, karrierën ti do ta bësh kur ti vetë motivohesh dhe kur ti gjen hapësirën për sukses te çdo punë që ti bën.